Një hap i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e pasurive natyrore dhe kulturore të qarkut Shkodër është bërë realitet. Këshilli i Qarkut prezantoi botimin më të ri, Guida turistike Qarkut Shkodër, një botim që fton çdo vizitor dhe qytetar të njohur me thellë bukuritë dhe historinë e këtij rajoni të pasur me tradita dhe vlera unike. Ky botim nuk është thjesht një hartë apo listë vendesh për të vizituar, është një ftesë e hapur për të zbuluar bukurinë dhe shpirtin e kësaj treve. Është një udhtim që nis me një faqe, por zgjohet me dëshirën për të prekur tokën, për të dëgjuar gjuhën, për të shijuar traditat dhe për të ndjerë historinë që flet në çdo cep të këtij qarku. Qarku Shkodër përfshin më shumë se historinë e qytetit Shkodrës. Ai shtret malsinë e madhe krenare, në tokat e gjelbra të Valldesit, në epokën e traditës si dhe në fusharzën e mikpritjes. Janë vende që nuk ofrojnë vetëm pamje manice, por tregojnë histori gjalla në rrethimet e moshuarve apo këngët që këndohen ende në oda. Nga majat madhështore të Alpeve deri te ujërat e qetat liçeneve dhe lumeve tan, nga rrënjat antike dhe kështjellat krenare deri tek artizanati i gjallë dhe mikpritja që nuk njeh kufi, qarku Shkodër është një mozaik unik, një pasuri që pret të zbulohet me sy dhe zemër. Me këtë guid kemi synuar jo vetëm të japim informacion të saktë e të dobishëm për vizitorët, por të tregojmë një rrethim. Rrethimin e një qarku që ka gjithçka për të qenë një destinacion i klasit të parë për turizmin kulturor dhe natyror. Një territor me potencial të jashtëzakonshëm, por që kërkon vëmendjen për kushtimin dhe partneritetin ton të përbashkët për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme. Si Këshilli i Qarkut, mbetemi të përkushtuar jo vetëm në promovimin e këtyre pasurive, por në ruajtjen dhe zhvillimin me respekt dhe me vizion. Kjo nuk është thjesht një detyrë institucionale, është një mision qytetar dhe kombëtar. Guida e Qarkut Shkodër është një thirrje për të zbuluar, për të investuar dhe për të kontribuar në forcimin e Shkodrës si një destinacion turistik.